shkruan Gjergj Zefi. Donald Trump po e shndërron naftën në valutë politike duke i shitur botës një ekuacion të thjeshtë. Amerika ul tarifat për Indinë, India heq dorë nga nafta ruse, Rusia mbetet pa para për luftën. Në letër duket si goditje mjeshtërore ndaj Kremlinit, në praktikë është një lojë e rrezikshme ku tregu, infrastruktura dhe interesi kombëtar nuk e ecin me retorikën e shtëpisë së bardhë. Marrëveshja e re me New Delhin, e paraqitur si fitore e shpejtë, fsheh një të vërtet kokfort. Energjia nuk komandohet me dekrete presidenciale, as nuk zëvendësohet brenda natës. India e drejtuar nga Narendra Modi është blerë si kyçi naftës ruse sepse i leverdis ekonomikisht dhe i përshtatet teknologjikisht. Ti kërkosh të heq dorë me njëherë nga Rusia do të thotë ta detyrosh të paguaj më shtrenjtë, të rikonfiguroj zinxhir furnizimi edhe të marrë rreziqe politike të brendshme. Këto nuk janë vendime që mbyllen me një shtrëngim duarsh, sado i fortë jetë presioni tarifor amerikan, dhe pikërisht këtu nis përplasja mes propagandës dhe realitetit. Venezuela shitet si karta magjike e Trumpit, naftë e rëndë e ngjashme me atë ruse, ideale për rafineritë indiane. Por Venezuela sot nuk është superfuqi energjetike, është një industri e rrënuar që mezi kap 1 milion fuqi në ditë dhe që kërkon vite investimesh, stabilitet politik dhe garanci ligjore për të ringritur. Heqja e sanksioneve dhe ndryshimi i ligjeve janë vetëm hyrja e shtegut, jo fundi i tij. Pa kapital afatgjat dhe besim, rubineti venezuelian nuk hapet aq sa për të zvendësuar Moskën. Nga ana tjetër, Rusia dhe Vladimir Putin nuk janë spektatorë pasiv. Moska ka mësuar të jetojë me sanksione, ka ndërtuar rrugë anësore dhe ka shfrytzuar çmime të ulta për të mbajtur klientët. Edhe nëse India e ul gradualisht blerjen, kjo është presion, jo goditje fatale. Ekonomia ruse mund të dobësohet, por nuk shembet me një pazar tregtar. Trump e di këtë, por për të, politika e energjisë është instrument elektoral dhe gjeopolitik. Tu tregoj votuesve se po godet Rusin, të afroj Indinë në orbitën perëndimore dhe të krijojë hapësirë për naftën amerikane. Problemi është se ky shantazh energjetik prodhon më shumë paqartësi se sa siguri. Ai e shtyn Indinë drejt manovrave të dyfishta, e lë Venezuelën të pambrojtur nga ciklet politike dhe nuk e nda luftën në Ukrainë. Në fund, ky është një editorial për iluzionin e kontrollit. Tarifat mund të ulen me dekrete, por tregjet nuk binden. Nafta nuk është thjesht mall, është infrastrukturë, teknologji, kontrata dhe interes kombëtar. Pazari Trump me Indinë është një fillim simbolik, jo zgjidhje. Dhe sa më shpejt ta pranojë Washingtoni këtë, aq më pak do të zhgënjehet bota nga premtime që tingëllojnë fort por prodhojnë pak.